Esmeralda është një nga hyrjet e gjykatës kushtetuese pikërisht kjo kryesisë së kompendit prokurorët e prokurisë së posaçme është pikërisht prokurori Dritan Fremçi, i cili ka dhe çështjen e zëvendjes së ministres Belinda Balluku, së bashku edhe me prokurorin e posaçme zoti Lodian Brau, të shoqëruar siç thuhet edhe nga efektivës të Gardës së Republikës, po drejtohet drejt mbledhjes ku pritet mbahet pikërisht mbledhja e këshillit mandateve për kërkesën e prokurisë së posaçme në lidhje me le të themi një masë më të ashtë për sigurie për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, ndërkohë që pak minuta më parë kam bërë Po, të sot në orën 10 do kanë pasur ceremoni, patëm ishte vendura në ceremoni për të dhënë postën e udhëtimit të prokurorisë së stafetit dhe të Moskavës. Ata është zgjuar Për vitesh, Shqipëria po shkatërrohet në mënyrë të qëllimshme dhe sistematike. Po shkatërrohet ekonomia vendase, po mbyllen burimet e financimit të kombit. Shqiptarët helmohen dhe vriten çdo ditë nga ushqimet e pakontrolluara. Taksat po rriten pa kufi. Shtresa e mesme po pasurohet. Fuqia grese po zhduket. Importet po rriten, prodhimi vendas po vdes. Bujësia po shkatërrohet. Fshati po braktiset, ndërkohë 112 milionë euro nga fondet e IPAD-it, 3 janë bllokuar nga BE-ja dhe nuk janë shpërndarë për buxhet për shkak të korrupsionit shtetëror. Shpenzimet qeveritare po rriten pa llogaridhënie. Kontrolli i lartë i shtetit ka evidentuar se gati gjysma e buxhetit të shtetit, që është rreth 8-9 miliardë euro, apo zohet apo videt. Ka gati 4 miliardë euro nuk shkojnë për pensione, arsim, shëndetësi, mbështetje sociale, kulturë e tjerë. Infrastruktura kritike po shkatërrohet. Dhona private dhe publike grabitet. Populli po vjet kundër popullit. Zona kufitare të tëra po boshatisen. Shqipëria po shpopullohet. Krimi dhe narkotiket po rriten për të duksuar rinin. Arsimi po shkatërrohet. Trashëgimia kulturore dhe identiteti kombëtar në rrezik. Atje në pushtet po vjen mbi kombin dhe mbi shtetin. Sot jemi në pikën më të errët të këtij degradimi. Taçpisit e pushtet i kanë zënë frymën demokracisë dhe ekonomisë shqiptare. Shqipëria kjo është pasojë e dështimit të modelit social e ekonomik dhe qeverisë së keqe. Kapja e shtetit dhe mbrojtja të korruptuarve po çon vendin drejt përplasjes me drejtësinë dhe popullin. Bezat e to të vjedhur, korrupsion galopad me PPP, koncesione, rrugë, tunele, tendera klientelist, inceneritorën ekzistent, ose që të prodhojnë energji, për buxhetit të shtetit i kushton 94.000 euro në ditë. Gjykatat zvarrisin qytetarët me vite për të marrë pronën e tyre, ndërsa pushtetarët jetojnë në luks. Kjo është nga qeverisë më të korruptuar në vati kombëtar që nga 1912. Të dashur qytetarë, kohët vështira krijojnë njerëz të fortë. Njerëzit e fortë krijojnë kohë të mira. Kjo është një aksion që vlen sot, është më aktuale se kurrë. Edhe i linjës kombëtare dhe të pavarësisë sakrifikuan gjithçka për Shqipërinë. Po sot për fat keq shohin pushtetarë që vinë nga hiqi dhe përçojnë vendin drejt funerës. Në Shqipërinë e etis populluesit, 99% e studentëve duan të ikin. Qytetet boshatisen. Policia po të kurrë 3 herë më shpesë në rajon. 27.000 shqiptarë larguar vetëm në një vit.